Sulmuesi i kombëtares së Kosovës, Albion Rahmani, mund të vazhdojë karrierën e tij në Premier League-ën angleze. Mediat në Londër raportojnë se skuadra e West Ham United është duke konsideruar transferimin e Rahmanit në afatin kalimtar të muajit janar. Rahmani është ndër më të përfolurit që mund t'i bashkohet skuadrës nga Londra. Mësohet se deri më tani West Hami nuk ka bërë ndonjë lëvizje për ta blerë atë. Callum Wilson është sulmuesi kryesor i West Ham, por trajneri i kësaj skuadre, Nuno Espirito Santos, nuk i ka dhënë hapësirë të madhe në 3 ndeshjet e fundit. 25 vjeçari Rahmani është pjesë e klubit nga Çekia, Sparta e Pragës. Ai këtë edicion në 32 ndeshjet e zhvilluara ka kontribuar me 12 gola dhe 2 asistime. Në total me Sparta Pragën ka 22 gola dhe 4 asistime në 66 paraqitje me skuadrën çeke. Sulmuesi i qendrës tek Sparta u transferua vitin e kaluar nga Rapidi i Bukureshtit për plot 5 milion euro. Reprezentuesi i Kosovës në vitin 2023 u transferua te Rapidi nga Ballkani i Suarekës. Në Kosovë ndërkohë ka luajtur edhe për disa skuadra të tjera të Superligës vendase.